Poeti Korçar Arjan Kallço ka përfaqësuar Shqipërinë në Festivalin Poetik Ndërkombëtar Gaeta 2026, i zhvilluar në Itali nën moton Mesdheu që bashkon kulturat. Aktiviteti mblodhi poet, shkrimtar dhe artist nga vende të ndryshme, duke krijuar një hapësirë të veçantë për shkëmbimin e ideve, përvojave dhe vlerave kulturore. Një eksperiencë që vërtet duhet marrë shembull që nga organizimi, mikpritja dhe deri në momentin e fundit të përcjelljes. Organizuan 2 ditë të bukura të fjalës poetike me poetë ardhur nga gjithë Mesdheu, sepse kështu e ka dhe titullin. Ku lag Mesdheu, Giuseppe Napolitano, poeti miku ynë që ka qenë dhe në qytetin ton, mbledh pikërisht poet nga Mesdheu. Dhe është bukur të shkëmbesh përvojat, eksperiencat e ndryshme me poetë të ndryshëm, të njohësh njerëz të rinj. Kallço rëfen se pjesëmarrja e poetit shqiptar në këtë festival konsiderohet një mundësi e rëndësishme për prezantimin e krijimtarisë letrare shqiptare përpara një publiku ndërkombëtar, si dhe kontribuon edhe në forcimin e identitetit kulturor shqiptar në skenën botërore. Na la një përshtypje shumë të mirë sepse arritëm njohëm jo pjesën institucionale të festivalit, por në shërbimin tonë ishte gjithë bashkia e qytetit dhe deri tek mikpritja e njerëzve të afërm të Giuseppes. Italia është një vend model pastaj për shumë gjëra të tjera, për një kulturë të jashtëzakonshme, festival ku të jepsh mundësia të shprehje të gjithë atë mentalitetin tënd, botkuptimin tënd, frymën tënde poetike, kulturën tënde, kulturën e vendit që përfaqësoje. Ishte vërtet një model dhe një eksperiencë e cila do të mbetet gjatë jo vetëm të mua, por të gjithë pjesëmarrësit. Festivalet të tilla mbeten një mundësi e vyer për të ndërtuar ura bashkëpunimi mes artistëve, për të nxitur dialogun kulturor dhe për ta bërë letërsinë shqiptare më të pranishme në hapësira të ndërkombëtare të artit dhe kulturës.